Mirë se keni ardhur në Top 5 Ranking, a unë Mario Joni, me zjarma me gjana, shumë shpejt pa u kohë, me ngjarjet që kanë noll, lojtarët kanë pas strategjinat e tyre, lojnat e tyre, provokimet e tyre. Daljet pa prituna. Daljet e pa prituna dhe mendoj, faktin nga unë në shoh Top 5-i. Kështu që rradhën e kështu, do ta lexojmë kështu. Do ta lexojmë max. Rradhën e ka Marja shumë shpejt Mario me kënd konkret me argumente. Konkretisht. Fillojmë. Në vendin e parë vazhdon të jetë Rozana Radi, akoma për një arsye më shumë që ata janë lojtarë që po dinë me manevru strategjinë gjatë gjithë sezonit dhe jo vetëm disa javë. Pyet dini malli i vogël për këtë. Dini malli i vogël. Kalojmë në vendin e dytë për kësaj rradhe, Top 5 jem ka ndryshuar shumë. Au. Këtu, pra, është lajmëruar që është mërkurën që bëm një speciale për gjana e mëtej, këtu ka kërcy sërish Gjesti. Gjesti shumë mirë mund t'ishte edhe në vend të parë, për shkak se shkakton të strategjit, po kur dallohet që është naiv, si më thënë, nuk është fort i gjallëzuar me bërë të lojnat, nuk del dot në vend parë për mendimin tim. E kapi frika marrën. Pra, në vend të dytë renditet Gjesti për shkak të aktiviteteve tia interesante që bën atë shtëpi që s'ka kokërën e aktivitetit, edhe nuk ka asnjë gjë kështu të hareshme. Në vendin e tretë, Laerti. Edhe pse është një, si thush, përbindësh i fjetur. Vajza, përbindësh i fjetur. Prap gjithsesi dallohet që është pak përbindësh në atë lojë. Domethënë është lojtar me kalkulime afat mesme, afat gjata, jo kalkulime të momentit. Edhe din është i artikulum në të shprehun, din me anashkalu ose me vlerësu rastet një mas një. Prandaj edhe Laerti ka dëshmu këtë gjë dhe thënë që si puna e Rozanës edhe ky është një lojtar, një gacë mbulume që do të djegin dorën dikush në një moment caktuar. Kështu ishte vendi i tretë, për vendin e katërt i kam rezervuar vendi i dytë, pra njëksës lojtares Gertës. Ja kam rezervuar vendin e katërt, sepse Gerta dëshmoi me televotime atë Pandorën e djeshme, që është një lojtare ndjekse. Dhe aty nuk është vetëm Rozana për të ndjek, por aty është edhe Gjesti për të ndjek, aty është edhe Laerti për të ndjek, kështu që ajo vjen me njëherë pas lojtarëve që pretendojnë. Ka 3 pretendent dhe 1 ndjekës që mund të jetë pretendent, si më thonë nga që ndjek shumë, i ndjek me i ra kokës, i ndjek me trajs në dorë. Kështu e kam rëndit të unë Gertën në vend 4 dhe në vendin tem të 5 rikthehet Danja, edhe pse nuk ka në një aktivitet të zjarrt apo një gjë, po është një figurë e pastër e shtëpisë Big Brotherit, ka rujt etikën, ka ditë me lujt, është sjell edhe me zhargon, është sjell edhe si në përditshmëri, por gjithsesi na ka tregu profilin e një vajze të qëndrueshme, pa halle dhe probleme morale apo inteligjencë apo më thënë, është tonë kohën e qëndrueshme, shumë e drejtë e saktë, kur i vjen rasti me fol ose me interpretu diçka, është fair enough. Duke mos pas dikën që bën lojna e manovra të llahtarshme në shtëpi për vendin e 5, kam vendos Danjen në vend të 5 në Top 5 Ranking. Si pretendent kryesor me kanë finale ose fitues, si më thonë. Sigo Ambrej. Okej, Sigo Ambrej, dakor. Ambrej doli për shtëpiet pra, jo, Ambrej s'ka dalë për shtëpi. Ambrej ka dalë direkt nga dera jashtë rrethimit to. E nxori publiku dhe ti e kishin 5. Kaq, vazhdojmë me edhe herë një renditje Marit. Atë të shti, ajo han diskutim mos na zgjat këtë Top 5, e nxorri publiku, domethënë. E nxorri vllai i madh edhe përdori Gertën si levë për me nxjerr. Shumë mirë ka bërë që ka dalë, por publiku nuk e ka nxjerr. Për mua ka bërë shumë mirë që ka dalë. Po pra, po nuk doli vetë, as nuk e përjashtun. As nuk e nxorri publiku, mos u lodh hiç në atë punë. Ishte thjesht një skenar feminor. Pra pesja jeme: Rozana, Gjesti, Laerti, Gerta, Danja. Kjo është pesja jeme. Të shti, mundën e me dëgjuar argumentat tuaja për pesjen tënde Jonit, Top 5 i Jonit, urdhë. Vend parë Gjesti pa diskutim. Për njeriu më aktiv aty, pavarësisht se në shihet e mia nuk futet me këto lloj strategjinë lojna që ban.
pra kontradiktor jo karen, por unë jam të e pati shti sigur jam vllai i madh, kjo të zgjedhin finale, kush blevërdis ma shumë, unë kështu do e shoh, që zgjedhi Gjestin, pa diskutim, e shoh në tana anë, si është i klikumi, pa klikum, që nuk ka diskutim, dhe është i shkputur nga vendet e tjera. Vendi i dytë, rrëzohet Gerta, futet Laerti. Vend dytë futet Laerti, si shtash i ka fut dhe u drill pak, sikur atin sa ka kaluar në benzinë nga, atin kalon edhe sa ta marrin benzinën e fi u drill pak kështu. Ta shkojnë të poshtë e fiku benzinën edhe herë dhe vazhdojnë me kërsi, me thonë, bile këtë e fiku makinën. Që Laerti është armë fort, duke këtë qarë që ai është të shku drejt në finales, edhe është nërmat sigurtit që shkon në finale pa pas në rëshkim, që me thonë, si del Gjibani, mund dalin e Rozana, se ka thënë disa herë, mund dalin edhe Gjesti, po i vetmi që do të shkojnë këti qetë, që me thonë, pa pas ju, unë do të dalë për X është i sigur që në finale dhe prandaj e vend në dytë. Vend tretë është i zbret Gerta. Gerta ka dy opsione që prepe kam mendu. O është vegël e produksionit, është e mramshme, ka kënë vegël e produksionit, dhe pra i kanë bëj deal, pra në finale pa diskutim pa kush e di çfarë mund të ketë në benefit tjetër, ose është këtë lojtar e dot. Atë zgjedhje nuk e di. Lojtari më i dot mund ta bëjnë një. Por ti s'po shën Gertën, pra para Rozan se ke bu, në vend 3. Unë po i zbres, aja nuk ka asnjë problem me banorët për me luftu. Për këtë unë e lanë vend 3, sepse aja nuk ka asnjë problem. Me luftu me argumenta me ton banor. Tash to dyja unë do t'ja jap pak kohë me kuptu tash. Ai ishte këtë vegël e produksionit apo kur është vegël e produksionit do të thotë që ke me kanë renditje mirë, se ke bë deal. Apo je lojtar e dop që do të zbres këtë vend 5 që e di që ka çu produksionit deri në finale. Kaç. Kështu që do ta lanë vend 3. Po shgënjim ka pas për lojën e dop që ka bën. Shpresoj mos të kenë vegël, po diu duk vegël. Në vend 4 është Rozana. Rozana, si që thash, ajo është në të shprehen mos ban si tham unë, si është e ban si bajun, ban si tham. Mos ban si bajun, ban si tham unë, mos ban si tham unë, mos ban si bajun. Është këtë një person që thot mos me ba një atë që tham unë, po me ba si bajun, futja kot, ajo vetëm loj nuk ban, kam gjem shtetin të lojtari fort që a Gjesti, duke këtë ashiqare, i lepijet Gjestit komplet, se si e quna e loj, si baka ja lojt, ma jep një mund një rast si ajo bën një loj, një strategji, edhe ajo si Gerta kapet me ngjarjet e tjerme. Nuk ka se e shpika, ja del edhe shpik një loj, ajo nuk shpika si loj, ajo kapet me Olen qaketi me Jozin, me Gjestin qaketi me Egzin, me këto vajzat e tjera të shqip. Qa ke tjetë me batit? Qa të bajnë grevurijet edhe të hanë pilaf? Të nërtoj një tet në bërë që duket si kura të baloj. Të kryojnë ngjarje. Unë duket strategji mjaftueshëm i kjo. Ke montan në pozicionet ngrime. Vazhdo, rregull. Edhe Gerta të njëjtën gjë bën, po se keni krahasu kush bën ngjarje, Gerta s'bën ngjarje, Rozana bën ngjarje. Kështu që nga që janë njësoj. Rozana s'do më marr pikë. Rozana s'do më marr pikë prej Gertës, është e kundërta. Dhe propos që unë kam pikë dop viktimizimin. Numri 1 për viktimizim që mua m'pëlqen qenë. Viktimizimi për mua është armë shumë e dop për me. Okay. Do më marr që me viktimizim është me marr që një lojë. Po. Kështu që vend 5 do vë. Vend 5 pa diskutim do vë Danin sepse lexoj si vllai mall si kemi nga këto 5 sa do të jenë to vulgare njëri ka lut piste negativ pozitiv. Dania na duhet për me dhënë një shembull të mirë në 5. Sepse pak që shohet vllai mall nga lloj lojrash i ban me i fut një zbudë një shembull të mirë me Danian. Dania vazhdon me kanë konstant e mirë pozitive, por nuk ban loj. Kështu që është vetëm një motër e mirë, një shoqe e mirë që me dhënë një shembull të mirë. Kaq, edhe Gjesti, Laerti, Gerta, Rozana edhe Dania. Halal, bukur. Deshti, me tanë atë lojt dop dje, me tanë ato kuti pandorësh të dopta, me tanë atë prime dop, marja kam nevoj me qesh pak, dhe Barcaleta Rosa është për ty, Barcaleta marrës zjem. Një avion udhëtarësh përplaset në oqeanin Paqësor. Nga të mbijetuarit ishin një italian, një gjerman edhe një shqiptar, si gjithmonë, edhe arrin bregun e një ishullit aty në oqeanin Paqësor. Aty në breg vjen e i rrethon një
tribu, si i thonë, një fis nga këto fiset e herë primitive. Edhe i marrin, i lidhin, i fusin në disa qeli. Edhe me që isin pastor, i thonë, ju keni një dëshirë për të shprej që ta keni me veten një qeli, për gjithë kohës të izolimit që do jeni mbrand, se me këtë vendin tonë nuk përzijeni, si më thanë. Okej, edhe italiani kërkon gra, se qefli gra është pa italian. Ky Gjermani kërkon birrë, të ketë furnizim me birrë për tonë kohën që do të jetë izoluar aty, domethënë për bukuri, marakli birrë. Ky shqiptari kërkon cigare joni. Tani po Ku për të furnizojnë të tani mbyllin që linja u tresin qicët. Mas disa shumë vite, shumë 10 vitesh, me lidhet ai këshilli i këtij fisi thonë se gjuna, din bolle kena izoluar, mas janë më rrezik të shtja, kupton, mund edhe ti nxjerrim nga qelit. Edhe vendosin ti nxjerrim nga qelit. Hapin qelin e italianit. Vrapojnë qindra fëmija aty. Mama, e kishte bo fëmija me atë gratë që i ka në frugë. Bukur fort del italiani. I hapin derën e qelis këti Gjermanit, e shojnë së mundën me nxjerr nga qelia, sepse ishte fry, ishte bo barkëdar. 2000 kile, obeze, kështu gjana, edhe thejnë qelinë e nxjerrin Gjermanin, pështajlla i shqyqyr. Shkojnë të dera qelis shqiptarit, sa hapin derën aty, del shqiptari aty. A keni mendes maraman parë zotën? Ka duru. Ka duru i shketi po. Me vite. Po si se ka lanë dohanin, fiksu. Ta kishte lanë Po që dohanin. me lanë, ma i ka pas stega me cigare aty. Koli, si thojnë aty, një kartona plot me cigare, me s'ka mujt mendes. I ka që e kishim për top 5-in sot. Ka që top 5-in, shpresojmë, marrë, po si su futen hyre të reja. Sa ti ikin zogu, sa po fusin një 3-4 zogj tjerë. Do të përputhen, thonë e kështu gjone. Dakor, metet për të pa. Atëherë, ka që ishte për sot top 5 ranking, na bani subscribe, ju njeku me vëmendje çdo kritik, çdo mesazh që bani. Pa tjetër. Çdo që shifena në Prime-in e ardhshëm. Pafshim zjerma. Zjerm.